Reuters. Garda revolucionare dominon vendimarrjen në Iran, dobësohet roli i udhëheqjes klerikale. 2 muaj pas përshkallëzimit konfliktit në Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit, struktura e pushtetit në Iran raportohet se është zhvendosur dukshëm prej aparatit ushtarak në Gardën revolucionare që luan rolin kryesor në vendimarrjen strategjike dhe politike. Sipas agjencisë Reuters, duke cituar komunikata zyrtare iraniane dhe burime të tjera të informuara mbi zhvillimet e brendshme, sistemi politik iranian nuk ka më një lider klerikal të pakontestuar që udhëheq drejt për drejt vendimet shtetërore. Mojtaba Khamenei, djali i liderit suprem Ali Khamenei, përshkruhet si një figurë në kyçe në hierarkinë formale, por roli i tij thuhet se nuk është aktiv kohët e fundit.